Duke komentuar mënyrën e arrestimit të ish-presidentit të Venezuelës dhe shkeljen eventuale të drejtave ndërkombëtare, po edhe reagimin e heshtje në disa prej shteteve të Bashkimit Evropian, kryeministri Hristijan Mickovski ka thënë se shqetësuese për të është se të njëjtat vende kanë heshtur kur padrejtësitë dhe e drejta ndërkombëtare shkelej kur bëhej fjalë për Maqedoninë dhe popullin e saj. Sipas kryeministrit, aso kohe askush nuk dëshironte të dëgjonte, por më tepër asnjëri prej vendeve të Bashkimit Evropian nuk reagonte. Askush prej tyre aso kohë nuk fliste dhe nuk e komentonte këtë gjë. Si mundet tash me njerë të gjithë ata flasin nëse ishte sipas të drejtës ndërkombëtare, ose nuk ishte sipas rregullave dhe të drejtës ndërkombëtare, duke pasur parasysh se një numër të madh atyre që komentojnë, duke mos qenë ekspert të çështjes ndërkombëtare. Komentin e tillë dua lija ekspertëve të çështjes ndërkombëtare, por ta dini se në jetë, nëse njëherë bëni përjashtim, e njëjta më pas kthehet në praktik dhe është çështje kohësh kur e njëjta praktik do t'ju bën mbi shpinë. Mickovski theksoi se ka shembuj konkret të shkeljes të së drejtës ndërkombëtare nga e kaluara, veçanërisht në proceset që lidhen me ndryshimin e simboleve shtetërore dhe identitetin kushtetues të vendit. Një praktikë e tillë u shënua në momentin kur u ndryshua flamuri i shtetit ton për të qenë antar të plotfuqishëm të NATO-s, kur u ndryshua kushtetuta, kur u ndryshua emri kushtetues, kur njerëzit gënjeheshin se në afat prej 3 ose 4 vitesh do të bëhemi antar të BE-s. Këto janë shembuj dhe praktika konkrete dhe të vërteta. E për këtë që po flisni ju, por arrestimin, ne si qeveri jemi dhe qëndrojmë pas argumenteve të partnerit ton strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, përveç kryeministrit edhe zyrtar të tjerë të lartë të qeverisë kanë shprehur mbështetje për qëndrimin e SBA-ve lidhur me situatën në Venezuelë. Me qëndrim zyrtar në mbështetje të hapur dhe krah SBA-ve, ka dalë edhe ministri i punëve të jashtme, Tim Çomutsunski.